Sot pas mesnate në orën 2:10 në rrugën Hekurudhat në Gosivar, zyrtar policor nga stacioni policor i Gosivarit kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga Gosivari, pasi tek ai është gjetur dhe sekuestruar një lëndë pluhur me ngjyrë të bardhë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të paraqitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 1 në sektorin për punë të brendshme Tetov, nga Spitali Klinik i Tetovës është raportuar se tek ata ka ardhur një grua 44 vjeçare nga Tetova me lëndime trupore për t'i ofruar ndihmë mjekësore. Sipas raportimit, pas një debati paraprak, ajo është sulmuar fizikisht nga partneri i saj, jashtëmartesor, një 63 vjeçar nga një fshat i Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Pas mesnate në ora 12:10 në departamentin policor të Grupçinit, një 51 vjeçar nga fshati Debërc ka raportuar se më 22 qershor rreth orës 22, një bashk fshatar i tij, i cili përkohësisht jeton jashtë shtetit, së bashku me një person tjetër, kanë shkuar në objektin e tij hotelier, pas së cilës përmes djalit dhe dhëndrit të tij që punonin në objekt, ka dërguar kërcënime dhe ka kërkuar që t'i paguhen 250.000 euro brenda një jave, në të kundërt do të përballen me pasoja. Po merren masa për gjetjen e personit dhe për zbardhjen e rastit. Dje në ora 11:40 në rrugën Kej Vardar në Gosivar, zyrtar policor nga stacioni policor i Gosivarit kanë privuar nga liria një 62 vjeçar nga Gosivari, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm se më datë 19 qershor kishte sulmuar fëmijën e tij 41 vjeçar nga Gosivari dhe i kishte shkaktuar lëndime. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 17:05 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se ka rënë zjarr në një shtëpi në fshatin Trebosh, pronë e një 46 vjeçari. Persona të lënduar nuk ka, ndërsa zjarri është lokalizuar nga ekipi njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov. Kçyrja e vendit të ngjarjes është kryer nga ekipi i departamentit policor Grupçin.